tik-tik në tryez dhe patjetër që duke patur tik-tik një nga partnerët tanë me produkt, po themi ndërkryesorët kur ushtrohet dreka, si pula, ne do sillim variante receta pa fund në rrugtimin. Edhe di kishim tik-tik, ato kotoleta dolën të mrekullueshme, të kombinuara me atë salsën, ishin speciale. Su do ta bëjmë ndryshe? Do ta bëjmë këtë gatimin sot si gjell, në tenxhere, por në furrë. Nuk do t'jenë këto patate të kombinuara me bizele, me speca, me domate, me qep. Jo 4, po kemi 5 më duket, 1, 2, 3, 4, 5. Unë numëroj perimet gjatë javës, ju thash, kam ndruar kurs nga rroba tek perimet, kështu që do t'jetë shumë. Do t'jetë e lëngshme, jo kështu një patate e thatë, si që mund t'a bëjmë një të pjekur, por do t'jetë shumë e shishme dhe shumë e mirë. Receta përmban. Do më thënë pjesë nga pula, po mirë është që t'jetë qik me kockë, se kocka lëshon shumë atë shijen e mirë të pulës. Kemi pullon, kemi qep, kemi patate, kemi 200-250 gram bizele, një gotë bizele, 2 speca jeshil, një domate, kjo domatja ishte e madhe, po unë s'kisha më të vogël, një 2-3 thelpi hudhra, pastaj për të përgatitur salcën do të kemi 100 ml qumësh, që është barës me një gjysmë gote 200 ml, kemi gjysmë gote përsëri 100 ml vaj, mund të përdorim edhe këtë të përzierin, po mund të përdorim edhe vaj ulliri, si do të përdorim ne vetëm vaj ulliri. Po, e i është. Këtë do të përdorim. Pastaj, këtu tek salca që do të marinojmë, aty kur t'i vendosim në tavë, kemi krip, piper të zi, piper të kuq, trumz. Dhe hudhrën mund t'a shtypim, mund t'a hedhim këtu. Si të doni ju, dikush e preferon kështu, dikush mund t'a hedhim me copza. Por qumshi gjithmonë jep një shije shumë të mirë, ne kemi qumshin erzeni, pra 100 ml baras me një gjysmë gote, ja, dhe një gjysmë gote vaj. Ky është vaj i ullirit, i virgjër i pema. Po. E hapëm dje shishën e re të dy, atë shishet e reja, kemi hapur dje. 2 shishe i kemi marru. Dhe thoni ju, ti zën, Vjollca, shpenzon shumë vaj. Ju shpenzonin qik më pak. S'kam që bëjmë, kështu, këtë lloj prerje kam. Nuk ndryshoj dot. Këtu tani, që mos hedhëm shumë, kemi vetëm një lugë çaj krip. Do fillojmë këtu që kemi një gjysmë lugë çaj piper të zi. Kemi një lugë çaj trumz. Kemi dhe një lugë çaj, dyshoj që piper kam qik më shumë. Kaq, piper të kuq. Do t'i hedh këtu, vaj një. Bile mu më duket pak vaj, mos e kështë më pak vaj? Ishte më pak. Ishte? Më shekor që ishte më pak. Drejtë ma është vëmendje. Diku afër gjysmës ishte, për të qenë. A ishte afër, s'ishte ta mama? Po. Në Vjollca, ti e di më mirë masën, se shisa janë aty, janë copat e pulës, janë 3 patate të mëdha, gjitha do lyen. 6 copa pule kam. Kam edhe i ruaj kështu në frigorifer, qatë e projnë kështu në i gjë e vogël, që kur bëhen 2 pula, bëjmë edhe një supë të mirë. Ne gjveshim ato kockat edhe këtë punë. Kam rezervë. Do të shtojmë edhe një gjysmë gote, ja këtu me vaj, a hidh ujë. Po, direkt. Se na duhet për në fund. Kjo është salsa e gjithë, dhe ky ujë, gjysmë gote. Stop, se është shumë. Asgjë s'do të gatuat. Kjo është shumë e rëndësishme për zonjat në shtëpi, që mos lodhen të rinë duke të razuar e duke... Ja, këtë e lëm këtu gati. Hudhrat mund t'ja shtypim aty, si do Katerina, i shtypim. I shtypim se japin shumë shije kur janë të shtypura. Janë akoma dhe më të forta në aromën e tyre. Dhe janë plotësuesit më të mirë të çdo recete të kripur. Furra është ndezur që para se të fillojmë në emisionin, temperaturën 200 gradë. Do me thënë në moment që do të vendoset furra me përbërs, tava me përbërsit në furr,
duhet jetë e nxehtë, jo të presim se atëherë na të bëjmë patatet si llastik. Sa e shishme bëhet kjo. Kjo është alla shqiptar që, vetëm radha e punës është që edhe me bizele se kemi bërë asnjëherë. Po. Shifeni se thash që do dali si një gjellë me pak lëng. Edhe në furrë praktike fare. Bukuri. Tani, ujin e vëm këtu. Do t'ja hedhim mbas salcës. Do marrim qepët dhe do t'i presim në radh. Në rregull. Dhe do shtrojmë si bazë në fillim, do të shtrojmë qepën. Me qëllim që dhe po ta vëmë në furrë në fund, qepa do lëshoj lëngjit e veta, të gjitha këto çfarë janë, mishi, qepa, domatja, speci, bizelja, do lëshojnë lëngjit e veta. Nuk do kaq lëndë do jetë në fund fare, mbasi të ketë përthithur dhe patatja, lëngjit e veta. Qepën ta presim kështu. Jo shumë të trash, të hollë, me qëllim që të kapet me pirun, po dhe që të gatuart. Do të mbulojmë me letër pjekje fino, si që mbulojmë gjithmonë këto tavat që bëjmë ne, që mos të na digjet mishi, sepse këtu është piperi dhe po t'jetë ekspozuar direkt me temperaturën e lartë, e djeg mishi. Këtu pak, shumë, tani kemi shumë, ja, tani jam dakord që të hedhim shumë, pak vaj. Ja dhe pak krema. Pak tak. Ta lyej me furç? Patjetër, e di radhën e punës Katerina. Ja. Dhe do shtrojmë qepën. Jo për një që Katerina, por ti kur e prek një gjë që gatuhem, ndryshon pak plotësona buzëqeshjen që unë kam me pikatore. Zonja Vjollca. Ja, ja, kështu. Edhe si kur qeshin dhe këto perimet. Po. Kur i bëm ti një prekje. O, sa bukur duket. Ta shohim recetën me shkrim? Po, dakor. Atëherë, teksa zonja Vjollca shtron një shtres me qep, si shtres e parë në këtë tavë, ul me patate, bizele dhe speca në furrë, ne shohim të gjithë përbërësit, të gjithë listën së bashku, dhe ju shënoni nëse dëshironi. Pra keni 1 kilogram mish pule, 2 qep mesatare, 3-4 patate, 1 gotë bizele për afërsisht 250 gram, 1 domate, 2 speca jeshil. Kemi për salcën që përgatitit parën, zonja Vjollca, 100 ml qumësht, 100 ml vaj ulliri, 2 thelpinj hudhra, 1 lugë çaj trumz, 1 lugë çaj krip, gjysmë lugë çaj piper të zi, 1 lugë çaj piper të kuq, kemi dhe 100 ml ujë. Me këta përbërës e përgatisim këtë tavë të shishme me pulën e freskët shqiptare tik-tik. Shikoni sa krip, sa më kapin këto 2 durët, vetëm sa për të ndihmuar që qepat të nxjerrë ato lëngjet mirë. Pra, ja, ky kostumi kësaj pule konkuron të gjithë kostumet. Ti vëmë një logo, nëse kjo është pula tik-tik. Po. Sipas jush. Tik-tik. T'ja shënojmë. T'ja veshim vërtet një kostum. Faleminderit shumë. Në rregull, tani do të vazhdojmë me patatet. Po, patatet. Nuk duhet na mungoj asnjëherë letra e kuzhinës në tavolina kur gatuajmë. Jo vetëm për të fshirë duart, por edhe për të fshirë perimet. Sigurisht. Unë do të ndalem pak, zonja Vjollca, me qenë se tani do merrem patatet të shohim se si do jetë forma. Po, unë do pres në radhë patatet, ja, kështu do t'i pres. Po. Në rregull. Më duhet të ndalem pak tek tik-tik, se është shumë e nevojshme që her pas here unë t'ju përcjell atë mesazh për sa i përket llojit të produktit që ne sugjerojmë nga ana jonë. Pra në këtë hapësirë ne kemi edhe tik-tik, një nga partnerët tanë, dhe Agrotek është aty për t'ju sjell këtë produkt të shkëlqyer, i cili mund të jetë fantastik edhe për ndonjë piknik, apo për receta të ndryshme që ju mund të realizoni në shtëpitë tuaja me zog pule, apo zog fshati, apo me pjesët që i merrni në vasketa të veçanta, si të dëshironi ju. Çfarë është e rëndësishme? E rëndësishme është që rritja e këtyre zogjve dhe pulave të jetë e shëndetshme, dhe për këtë kujdeset maksimalisht Agrotek që ta realizojë. Si bëhet kjo?
përmes kontrolleve periodike. Kontrolle të cilat bëhen me specialistët e kompanisë dhe veterinerët zyrtar të agjencisë së veterinarisë. Stafi i kompanisë dhe gjithë punonjësit janë të përkushtuar për kujdesin e shëndetit të zogjve, që nga momenti kur ato vendosen në pularit e deri te konsumatori. Rritja e tyre bëhet nën monitorim të vazhdueshëm të shërbimit veterinar të Republikës së Shqipërisë. Zogjt tik-tik dhe produktet e tyre u nënshtrohen analizave të vazhdueshme në laborator të akredituar. Dhe sot, për shembull, ne kërkuam furnizim, siç bëjmë çdo herë që kemi tik-tik si recetë, që tik-tik të na sjell produktin. Dhe siç mund ta vëreni edhe në paketim, gjithçka është e shoqëruar me certifikat veterinare, përgjigje dhe ajo çfarë është e rëndësishme si informacion që ne na vjen gjithmonë nga tik-tik, por edhe ju si konsumator të jeni të sigurt, të gjitha këto analiza bëhen për të shmangur problemet, sidomos me salmonelën e shumë përfolur së fundmi. Dhe rezulton që nuk ka asnjë shenjë të salmonelës tek pulat tik-tik. Pra, konsumojini lirisht sepse janë produkte të sigurta dhe me shumë vlera ushqimore. Kjo është pula e freskët shqiptare tik-tik. 3 deri 4 patate, sepse varet nga madhësia e patateve, pra kemi vendosur një rresht qep, një rresht patate. Ja, këto janë ato fundet e patateve, që thash s'po i het, po t'i vendosim edhe këto, që t'jetë një mbushje komplet. Tu nuk do hedh krip, për arsye se është në kontakt shumë shpejt me salsën. Kaq, tani këtu do hedh bizele. Bizelet i kam të ngrira, i kam shplar në fakt. Ja. Do vendos copat e mishit. Si ka marinu akoma, Praktikisht një tavë që i ka të gjitha vlerat ushqyese nga secili produkt që është vendosur. Shumë e shëndetshme, e pjekur në furr, ka më mirë se kaq, edhe përsa i përket ruajtjes së vlerave, po do vendoset edhe letra e pjekjes fino, ajo që do të garantojë një pjekje fantastike të kësaj recete, për t'i ruajtur të gjitha dhe ato aromat, lëngjet që lëshon secili nga perimet. Do t'a japim edhe një recetën? Patjetër. Do t'a japim se s'bën, sepse salca mendoj është një moment i rëndësishëm për t'u fiksuar, përveç se dhe numrit të produkteve. Atëherë ta shohim tani? Po. Japim një lexim. Pul me patate, bizele dhe speca në furr, kemi 1 kilogram mish pule, 2 qep mesatare. Do të vazhdojmë me 3-4 patate. Kemi 1 gotë bizele, përafërsisht sasia është 250 gram. 1 domate, 2 speca jeshil. Sa i përket salcës, do ta përgatisni me 100 ml qumësht, 100 ml vaj ulliri, 2 thelpinj hudhra, 1 lugë çaj trumz, 1 lugë çaj krip, gjysmë lugë çaj piper të zi, 1 lugë çaj piper të kuq dhe 100 ml ujë. Qumshti është erzeni, më të mirë zor se gjeni. Qumështi pasterizuar, ai që është në atë paketimin shishen me kapakun roz, mos e i njohur dhe i dashur për konsumatorët shqiptar. Shtojmë specat i lash kështu në fije të gjata. Ja, këto. Jep shije edhe mishit, po patjetër edhe të gjithë tavës. Domatet i lë për në fund fare, që mos të më thahen perimet. Kjo domatja thash është shumë e madhe, kështu që ndoshta nuk e vendos të gjithë. E pres në fejta si për sallatë. Zemëllca do uj? Po patjetër. Se po marr pak të pi vetë, s'kam pirë sot. Ja. Po, se nëse keni domate qershi, mund të vendosni disa domate qershi këtu. Ja, kështu. Unë duhet pi 3 litra ujë. Shiko, uji, Katerina, është si pas peshës që ke. Jo 3 litra mund t'i pish ti, apo 3 litra mund t'i pi unë. Peshohu,
Nëse ti vjen 70 kg, fjalla vjen, ti je 60, po. Nëse ti 70 kg, atëre do të pish 30 ml ujë për kilogram. Do të thotë që do pish 2 litra e 100 ml. Fix 3 qëngë. Për ndonjë peshë që është më rrumbullakosur se ty, mund të pi 3 litra. Sepse 3 litra ujë mund të pi një person që është, si me thënë? 70, 80. Jo. Janë shumë. 100 kg. E mirë, dakord. Ti nuk jenë 100 kg? Jo. As unë s'jam 100 kg. Jo. Kështu që... Po kështu edhe pak mund të shkoja 100 kg. Po mos kisha marrë masat. Edhe unë mund të kisha shkuar para ca kohësh kur isha rrumbullakosur. Po mirë, rrumbullakosur dhe mund të shkosh, nuk ka problema e punë. Se një shtatzani, nuk e di sa mund të shtosh, po dhe 25 kg i shton. Atëherë? 70, 25, 95. Kështu që... Tani erdhëm këtu. Këto të dyja nuk po i vej se i teproj. Thashë duhet ishe një domate më e vogël. Kam dhe këtu ujin. Do mbuloj mirë mishin. Këtu ke mishi. Si të mbuloj mishin, ato të tjera të gjithë e marrin këtë. Shien, ja. Nuk është e njëjta gjë që kemi bërë me recetat e tjera, Po, kemi bërë një salsa. Jo, absolutisht. Jo, kemi bërë salsa me qumësh, po jo këtu. Kaq ujë. Ja, kaq. Shumë e mirë. Këtu mbaron gjithë receta. Zonja të ulin të shohin televizor gjithmonë klanin, ë? Të janë teke? Po, teke. Këtu da lagim qik, da bëjmë këshu, shuk. Do të ambulojmë tavën dhe në temperaturën 200 gradë pa frikë fare. 25 dhe në 50 minuta. Në minutën e 20 do heqim këtë letrën dhe do të lëmë edhe një 10 minutës deri sa të marrim faqe. E shkundim këtë ujnë, se na shkoni gjithi atje. Edhe e mbulojmë kështu, këtu. Jakub, pra na duhet letra e pjekjes fino dhe ja ku keni këndin tonë, arsyeja juaj për të buzëqesh. Ndryshe, mishi na digjet. Absolutisht. Na digjet mishi e s'na nga tu perimet. Kjo letra fino është shpëtim për gjithë shka. Ja. Leqë dallon shumë nga letrat e tjera të pjekjes, është shumë cilësore. Gjithçka është cilësore, dhe letra aluminit është cilësore. Të besoj e kanë vërtetuar të gjithë. Dhe pelikola që mbulojmë ne, ato e kam fjallën për ato që është si plasmas për të mbuluar produktet në frigorifer. E gjithë është ta fshit që kështu se s'duhen pika uji. Tani që është e ftohtë kjo, jo, po tjetë nxehtë. Te po ta vendosim këtu ke kjo pika, na fermohet e gjitha. Kjo është receta për sot. Për 50 minuta, gjithçka është gati. Thash që nuk do të jetë një recetë e thatë, që mund të ketë një sallatë. Ju këtë mund ta shoqëroni shkëlqyshëm me një çik oriz ose me një çik nga ato klitharaqet, makarona telm, të bëni një kështu pilaf, të bëni pilaf ato dhe pa bukë fare pastaj. Sepse keni pataten aty, në sasit moderuar e keni, edhe pak një gjë e tillë, shkëlqyshëm, pak lëngë kanë ato vetë, loçk, alla shqiptarqë. Ju bëft mirë kur ta shijoni, ta provoni këtë recetë, ta gjeni në rrjetet sociale në YouTube kur të përfundoj programi. Shumë e lehtë për të realizuar, po mbi të gjitha me produkte që janë super të thjeshta për t'u gjetur. Dhe që kemi në shtëpi. Po patjetër, dhe në çdo supermarket mund të gjitha i gjë. Poshtë marrësh një pul tik ose një basket me racionet që jeni në familje dhe gjithçka, një drekë e mrekullueshme, edhe shëndetshme. E vërtet. Dhe do të bëhemi gati ndërkohë gjatë publicitetit për të sjellë një ëmbëlsirë. Ëmbëlsira do të jetë me Oreo në gotë. Edhe shkon shumë me këtë tavën sot. Sa qef. Mirë. Dhe më e rëndësishmja, siç ju thash edhe në hyrje të programit, kemi shpërblime, kemi dhurata, se sot është dita që të kemi jo vetëm quizin në fund të Komodita Home, por kemi dhe gjatë recetës së dytë quizin me Ovital.
Do të kemi dhurata për vezët o vital si që merrni çdo javë, edhe sot po themi një shport plot me vezë. Apo si janë vezët tani një produkt pak i kushtueshëm. Ne japim dhurat nga o vital në këtë program. Vërtet paguam, po merr një produkt dhe të zgjedhësh të duhurin, absolutisht. Kjo është kryesorja. Ka patur plot gjëra që ju besoj keni bërë tani diferencën. Neve këtu e kemi çdo gjë live, është mos e dukshme se çfarë është. Duhet të jetë pula e mirë, pas harmoner që të jetë veza e mirë. Zonja Vjollca, do kafe sot? Po, mua mos më pyet. Ja, një gjysmë kafe. Një kafe për zonjën Vjollca. Nga regjia kush donte kafe? Donte Arviti, si gjithmonë. Arvit, po sikur e bëre rrugë mor djalë. Po, si është kjo punë kështu me ty? E meriton. Po. Më vjen shumë keq, nuk i rezistoj dot ama kafe, po, më kuptova, mirë. Të jap të drejtë këtu. Do të keni ndonjë preferencë i përket shijes? Kemi sopranon për shembull sot këtu, a të doni? Hajde mirë, këtë vendosëm. Ju keni shumë teka. Nuk e ndronë zonja Vjollca fixhanin e saj. E nis me zonjën Vjollca së pari, pastaj ti Arvit, me radhë kjo punë. Vendosim kapsulën soprano dhe kaq, është gati. Një kafe mrekullueshme nga Ama Kafe me kapsula në këtë rast ekspres, po dje mora ca pako me kafe turke, aq të mira. Në familjen time u pëlqye shumë. Do t'i provoni dhe ju në qoftë se pëlqeni kafen turke, po kjo e ekspresit për shijet e mia dhe për rehatin, do më thënë, që e karakterizon, që nuk të mundon fare, për mua është e pazëvendësueshme. Zonja Vjollca. Si ke bërë ilaç? Një pjatë për këto. Merr një pjatë. Parë një këtu? Aty një pjatë. Parë një këtu që shërbehet si duhet, të bëft mirë. Shumë faleminderit. Bëjmë gati dhe një për zotrin, i cili si gjithmonë do vita marrë vetë. Tani, unë kam dhe biskota, kështu që unë ta shoqëroj me biskota. Sa të mi marrin këta dhe tri, unë të them, mungojnë 2 biskota, 3 biskota, edhe për Arvitin kam biskota. Ka dhe për të? Po. Ja, sot e paske të kompletuar kafen Arvit. Soprano po nga Ama Kafe, biskot po, çfarë do më shumë nga jeta. Kaq. Edhe thuaj po deshe që s'ta bëj kafen të mirë. Klenana ty pa biskot. Të bëft mirë. Kështu shijohet Ama Kafe këtu në shtëpinë tonë të dashur në Klan. Do të kevi tani. Po mua, pëse s'u qoj biskot. Sigur që do fillojnë. Kaq kishte. Se na du... Ja, shiko, e tha zëtë, po. Nuk paska për mua, tha? Gjithë pakon? Nga një i bje. Hajtë për të mira ngëzime, gjithë ata që po na ndjekin me filxhan kafe në dorë. Ju uroj shëndet dhe ditë të lumtura. Të bëft mirë, shijoje zonja Vjollca, dhe ju që po na ndiqni nëse po pini kafen tuaj Ama Kafe, shijojeni, ju bëft mirë.